Përshëndetje të nderuar miqtë e mi. Sot pranë jush do të vi me një histori të dhimbshme dhe shumë të ndjerë të një zonjës nga Kumanova. Me patjetër që e dashur unë do të respektoj. Këtë histori do ta mbaj anonim, nuk do të tregoj emër dhe mbiemër se kush është zonja në fjalë, sepse nuk dua t'i bëj probleme në jetë. Ajo më ka besuar, më ka rrëfyer dhimbjen e saj. Më besoni që është një dhimbje që do të shokoheni të gjithë ju të cilët do ta dëgjoni. Unë jam një nën nga Kumanova. Sot për herë të parë dua të ndaj historinë time. Pa emra, pa fytyrë, por me shpirtin tim të hapur. Dua të mbetem anonime, sepse kjo nuk është histori që kërkon mëshirë, por një thirrje që askujt tjetër të mos t'i ndodh ajo që më ndodhi mua. Kur u martova, isha plot ëndra. Mendoja se më në fund kisha gjetur njeriun e zemrës sime. Jetonim thjesht, por me shumë dashuri. Të paktën ashtu besoja unë. Çdo ditë zgjohesha me buzëqeshje, ndërsa çdo natë flija me bindjen se isha gruaja më me fat në botë. Dhe kur mësova se isha shtatzën, më mbush zemra me një ndjenjë që nuk mund të përshkruhet me fjalë. Ishte dhuratë nga Zoti. Frymëjete që ritej brenda meje. Por jeta ndonjëherë nuk shkon siç ne ëndrrojmë. Pas vetëm një viti martesë, gjithçka filloi që të ndryshonte. Ai burr që dikur më përqafonte çdo mëngjes, tani më fliste me fjalë të ftohta. Çdo ditë një grindje, çdo natë një heshtje që më vriste më shumë se çdo britmë. Nuk e kuptoja pse. Çfarë unë kisha bërë gabim? Unë vetëm doja që të ruaja familjen për vajzën time që ende nuk kishte ardhur në këtë botë. Në muajin e 5 të shtatzanisë, ndodhi ajo që unë kurrë nuk e kisha menduar. Ne u ndam. Një divorc që mu duk sikur ishte fundi i botës. U ndam me fjalë shumë të rënda, me lot, me premtime boshe. Dhe unë mbeta vetëm. Vetëm me barkun që më ritej çdo ditë. Me zemrën që mua më coptohej çdo natë. Por unë nuk u dorëzova. Çdo rrahje të zemrës sime e ndjeja edhe brenda meje. Çdo lëvizje e vogël e vajzës sime më jepte forcë. Ndërsa unë i flisja çdo mbrëmje. Mos ki frikë pija ime. Mami është këtu, do të mbroj gjithmonë. Kur erdhi dita e lindjes, e ndjeva se do të rilindja bashkarisht me të. Por ajo ditë që në fakt duhej të ishte më e bukura e jetës time, u kthye në ditën më të errët. Vajza ime erdhi në këtë botë, e bukur, e vogël, si një ëngjëll që ndriçon çdo cep të zemrës. Por para se ta përqafoja mirë, para se ta ndjeja aromën e saj të parë, ma morën. Ish burim erdhi dhe me ndihmën e të tjerëve më mori vajzën. Më mori frymën e shpirtit.
kuptimin e jetës. Më tha do ta risun. Dhe që nga ajo ditë nuk e kam parë më. Sot vajza ime ka mbushur një vit. Një vit që për mua ka qenë një përjetësi pa dritë. Nuk e di nëse qanë, kur është e uritur, nëse busqesh kur shenoj lodër, nëse e thrasin me ndonjë emër tjetër. Nuk e di a I tregojnë për mua, për nënën që e kam mbajtur në barkë për 9 muaj me dashuri, me shpresë e me shumë sakrificë. Unë jetoj çdo ditë me kujtimin e asaj dite. Me dhimbjen që s'mund as ta shëroj, as koha, por as edhe fjalët. Kam bërë durim, kam heshtur, kam qarë në fshehtësi, kam kërkuar forcë tek Zoti. Dhe Zoti mi ka dhënë sepse vetëm ai e di sa dhimbje mbart një nën kur nuk mund të prek fëmijën e saj. Por sot e ndjej se ky durim po më shteron. Jo sepse nuk dua të pres, por sepse zemra ime po qahet çdo ditë e më shumë. Kam vendosur ta tregoj historinë time, jo për të qarë hallin tim, por për të bërë zë I çdo nëne që hesht, që përjeton pa drejtësi, që I është mohuar e drejta më e shenjtë të përqafoj fëmijën e vet. Askush nuk duhet ta përjetoj këtë. Asnjë nën nuk duhet të ndjetë e zbrazët, ndërsa di që diku vajza apo djali I saj po rritet pa e njohur. Asnjë burr nuk duhet të ketë fuqinë për t'i marrë një nënë e fëmijën që në fakt ajo e ka mbajtur 9 muaj brenda trupit të saj. Kjo është padrejtësi dhe është plagë që nuk shërohet kurrë. Sot e vetmja gjë që kërkoj është drejtësia edhe paqja e shpirtit. Nuk kërkoj hakmarrje, vetëm një mundësi që një ditë ta shoh vajzën time. T'ja prek flokët, t'ja dëgjoj zërin, t'i them mami është këtu bi dhe të ka dashur gjithmonë. Këtë histori e tregoj për çdo vajzë, për çdo grua, për çdo nën që mendon se duhet hesht. Mos heshni. Mos lejoni që dikush t'ju marrë frymën, shpirtin apo dashurinë që ju keni për fëmijën tuaj. Sepse dashuria një nëne është më e fortë se çdo mur. Është më e madhe se çdo pengesë, më e thellë se çdo dhimbje. Unë ende e pres vajzën time, ndoshta jo sot, ndoshta jo nesër, por një ditë besoj se ajo mua do të më kërkoj. Dhe kur të vi ajo ditë do t'jem aty. Do ta përqafoj fort dhe do t'i them: zemra ime nuk kaloi asnjë ditë pa menduar për ty. Ti gjithmonë ke qenë fryma ime, arsyeja pse unë mbijetova. Ky është zëri im sot, zëri një nëne që u rrëzua por nuk u shua, sepse dashuria për vajzën time është forca që më mban gjallë. Dhe lutja ime është e vetmja armë që e kam. Mos lejoni që një nën të ndahet nga fëmia I saj asnjëherë. Në fakt, mua këto rrëfime, këto histori më prekin shumë dhe unë uroj me zemër që ai ta kupton për kë bëhet fjalë edhe të lutem lëre fëmijën të takohet me nënën e saj.